Rrobat që zgjedh të veshësh kur udhëton me avion nuk janë më thjesht një çështje stili apo paraqitjeje. Sot, ato janë bërë pjesë e sigurisë, efikasitetit dhe kontrollit në aeroportet moderne, sidomos duke menduar për vitin 2026, kur teknologjitë e reja, rregulloret ndërkombëtare dhe ndryshimet në protokollet e aeroporteve do të ndikojnë drejt për drejt në mënyrën se si pasagerët duhet të paraqiten gjatë procesit të embarkimit. Edhe pse nuk ekziston një listë zyrtare globale me veshje të ndaluara, realiteti është se ka modele të caktuara veshjesh që shkaktojnë vazhdimisht vonesa, kontrolle shtesë, refuzime embarkimi apo probleme me sistemet biometrike që po bëhen gjithnjë e më të përhapura. Nuk bëhet fjalë vetëm për rehati. Bëhet fjalë për të mos rrezikuar udhëtimin që në momentin e parë. Në vitin 2026, aeroportet do të jenë të lidhura ngushtë me sisteme të avancuara të njohjes së fytyrës, me sensor inteligjent që dallojnë materiale të dyshimta në rroba dhe me protokolle verifikimi që nuk tolerojnë elementë që prishin leximet, aktivizojnë alarme apo ndërhyjnë në identifikimin e pasagerit. Kjo do të thotë se veshja nuk është më një zgjedhje e rastësishme. Ajo bëhet pjesë e sistemit. Për këtë arsye, ka disa lloje rrobash që duhet t'i shmangësh me çdo kusht. Jo për arsye estetike, por sepse mund të shkaktojnë gabime në sistem, dyshime të panevojshme apo, në rastin më të keq, të ndalojnë të kalosh kontrollin. Një nga problemet kryesore, edhe pse nuk është i shkruar qartë në rregullore, është përdorimi i rrobave me shumë metal. Ripa me tokëza të mëdha, çizme me pjesë metalike të brendshme, xhaketa me dekorime të rënda metalike apo aksesor të fshehur në zinxhir dhe detaje dekorative, të gjitha këto do të jenë problem. Në vitin 2026, detektorët dhe skanerët nuk do të identifikojnë vetëm objekte metalike. Ata përdorin algoritme që analizojnë modele dhe reagojnë ndaj çdo zone me densitet të pazakonshme. Edhe nëse metali është i padëmshëm, sistemi mund ta konsiderojë si anomali dhe të dërgojë në kontroll manual. Kjo do të thotë kohë e humbur, zhveshje e pjesshme dhe vonesa. Kjo nuk prek vetëm udhëtarët e rastësishëm, por sidomos ata që fluturojnë shpesh dhe e kanë çdo minutë me llogari, për të kapur fluturimet me lidhje, për të hyrë në sallonet VIP, ose për të kaluar kontrollin e pasaportave dhe procedurat e emigracionit sa më shpejt e pa humbje kohe. Një tjetër veshje problematike janë kombinezonet apo rrobat njëcopëshe. Edhe pse janë komode, ato krijojnë shpesh zona të paqarta në skaneret trupor. Kur sistemi nuk dallon qartë konturet e trupit, pasagjeri kalon automatikisht në kontroll dytësor. Në një vit ku gjithçka po automatizohet për të përshpejtuar embarkimin, çdo rrobë që e komplikon skanimin bëhet pengesë. Në një sistem që kërkon precizion dhe qartësi, rrobat shumë të mbyllura apo strukturalisht komplekse kthehen në disavantazh. Edhe këpucët do të jenë një pikë kritike. Çizmet e larta me sholla të trasha, shtresa të dendura apo përforcime të forta krijojnë zona që sensorët me valë milimetrike nuk i lexojnë me saktësi. Ato krijojnë hapësira ku sistemi nuk arrin të dallojë nëse bëhet fjalë vetëm për material këpucësh apo për diçka të fshehur. Rezultati është i qartë, do të detyrohesh t'i heqësh, t'i skanosh veçmas dhe të presësh më gjallë. Rrobat shumë të ngushta gjithashtu mund të krijojnë probleme. Veshjet kompresive apo ato që modelojnë trupin shtrembërojnë leximet e temperaturës dhe densitetit që disa skaner përdorin për të identifikuar anomali. Sensorët mund të interpretojnë zonat e presionit si të dyshimta. Nga ana tjetër, rrobat shumë të gjera, pantallona me pala të thella, xhaketa të gjera apo veshje që mbulojnë shumë, fshehin konturet e trupit dhe krijojnë zona ku sensorët humbasin saktësinë. Në vitin 2026, identifikimi i shpejtë i formës trupore është prioritet. Çdo devijim nga kjo qartësi sjell kontroll shtesë. Veshjet që pengojnë njohjen e fytyrës do të jenë një tjetër problem serioz. Sistemet e reja nuk analizojnë vetëm fytyrën, por edhe pozicionin e qafës dhe vijën e shpatullave për të verifikuar identitetin me saktësi më të madhe. Kapele të mëdha, shall voluminoz, kapuç të fortë, maska që të i kalojnë standardet mjekësore apo syze dielli me xhama reflektues do të kërkohen të hiqen para hyrjes në zonat e embarkimit. Nëse refuzon, kalon në kontroll shtesë.
Në praktik, çdo gjë që pengon biometrin konsiderohet e papërshtatshme. Materialet sintetike me fibra reflektuese mund të krijojnë hije apo pika të ndritshme në skaner. Disa fibra termike të përdorura në veshje sportive mbajnë nxehtësinë në mënyrë të pabarabartë, duke shkaktuar lexime të çrregullta në sensorët që matin temperaturën trupore. Në vitin 2026, shumë aeroporte do të përdorin sensor ultra të saktë si pjesë e protokolleve të avancuara sanitare. Një lexim i pazakontë mund të interpretohet si temperaturë e lartë apo ndryshim i dyshim termik. Për këtë arsye, zgjedhja më e sigurt janë rrobat me materiale natyrale dhe të ajroshme që nuk ndryshojnë sjelljen termike të trupit. Rrobat që ngjajnë me uniforma, kamuflazh ushtarak, pajisje taktike apo veshje të dizajnuara për aktivitete me rrezik mund të shkaktojnë ndalim të përkohshëm në disa vende me kontrolle të rrepta. Inteligjenca artificiale në aeroporte analizon jo vetëm sjelljen, por edhe kontekstin vizual të paraqitjes së pasagerit. Madje edhe përdorimi i një çante shpine taktike ose i një jeleku shumë funksional me shumë xhepa mund të mjaftojë për të nxitur një kontroll shtesë. Rrobat me mesazhe të qarta, sidomos ato me simbole politike, referenca agresive, gjuhë të papërshtatshme apo imazhe që në disa kultura konsiderohen thyese, përbëjnë rrezik real. Aeroportet përdorin kamera me rezolucion të lartë dhe sisteme që identifikojnë tekst dhe simbolik në veshje përmes analizës semantike. Nëse sistemi e kategorizon mesazhin si potencialisht konfliktual, mund të përfundosh në intervistë shtesë ose, në raste të caktuara, të refuzohet embarkimi nëse konsiderohet se veshja mund të krijojë tension brenda avionit. Edhe parfumi i tepërt mund të shkaktojë probleme. Aeroportet po integrojnë sensor për identifikimin e substancave kimike të rrezikshme dhe gjurmëve të materialeve shpërthyese. Shumë parfume moderne përmbajnë përbërës organik të paqëndrueshëm që mund të ndërhyjnë në leximet e këtyre sensorëve. Për më tepër, linjat ajrore kanë forcuar politikat ndaj aromave të forta për shkak të ankesave të pasagjerëve, sidomos në fluturime të gjata ku kabina është ambient i mbyllur për shumë orë. Veshja shumë e lehtë nuk rekomandohet. Avionët modern po rregullojnë ventilimin dhe temperaturën e kabinës sipas kritereve të efikasitetit energjetik dhe reduktimit të emetimeve. Kjo do të thotë se temperaturat mund të ndryshojnë më shumë se më parë, sidomos gjatë embarkimit dhe lëvizjes në pistë. Nëse ndihesh keq dhe kërkon asistencë shtesë, kjo regjistrohet. Modelet e përdorimit të burimeve analizohen dhe pasagjerët që kërkojnë ndihmë shtesë mund të kategorizohen si pasagjer me rrezik të lehtë për arsye shëndetësore. Nga ana tjetër, as rrobat me shumë shtresa nuk janë zgjedhje e mirë. Në vitin 2026, aeroportet do të kërkojnë të lexojnë profilin trupor sa më shpejt për verifikim identiteti dhe sigurie. Nëse vesh shumë shtresa me trashësi të ndryshme, krijon zona me densitet të ndryshëm që kërkojnë kontroll individual. Për më tepër, mund të duket sikur po përpiqesh të fshehësh diçka. Në një aeroport modern me inteligjencë artificiale parashikuese, kjo rrit shanset për ndalim dhe pyetje shtesë. Edhe vetë embarkimi bëhet më i ndërlikuar, sepse shumë kompani ajrore po reduktojnë hapësirën për sendet personale dhe po kërkojnë që pasagjerët të mos mbulojnë veshjen me pallto apo xhaketa voluminoze për të shmangur parregullsi në numërimin dhe kontrollin e sendeve që mbajnë me vete. Edhe pajisjet inteligjente të veshshme mund të shkaktojnë probleme nëse nuk janë konfiguruar si duhet. Ora smart, byzylyk biometrik, rroba teknologjike apo artikuj me sensor që transmetojnë vazhdimisht sinjale pa tela mund të aktivizojnë protokolle sigurie për pajisje të paautorizuara. Nëse nuk i çaktivizon ose nuk i vendos në modalitet fluturimi para kontrollit, do të kërkohet verifikim i veçantë. Së fundi, është edhe aspekti i higjienës dhe respektit ndaj pasagjerëve të tjerë. Rrobat tepër zbuluese, kostume plazhi, veshje të lagura, bluza shumë të hapura pa mëng, rroba të pista apo të dëmtuara që mund të kapen në ndarjet e kabinës mund të jenë arsye për refuzim embarkimi. Avioni është hapësirë e përbashkët dhe politikat po forcohen për të ruajtur sigurinë dhe harmoninë mes pasagjerëve. Në vitin 2026, udhëtimi ajror do të jetë më i automatizuar, më teknologjik dhe më i ndjeshëm ndaj çdo parregullësie.
Rrobat që zgjedh mund ta bëjnë procesin të shpejtë dhe pa probleme, ose mund të kthehen në arsye për vonesa, kontrolle, pyetje shtesë apo edhe refuzim i mbarkimi. Në aeroportet moderne, çdo detaj analizohet. Veshja jote është pjesë e këtij sistemi. Është si një kod hyrjeje. Zgjidhe me kujdes për ta nisur udhëtimin pa pengesa. Nëse kjo të ka ndihmuar të përgatitesh më mirë për vitin 2026, mbështete këtë përmbajtje, bëj like, abonohu dhe shpërndaje me dikë që po planifikon të fluturojë. Shkruaj në komente cila pjesë të habiti më shumë ose nëse ke pasur ndonjë përvojë interesante gjatë kontrollit të sigurisë. Faleminderit që e ndoqe deri në fund. Shihemi në udhëtimin e radhës.